Po, doktor Alendu në thash që është shumë rëndësishme parandalimi, por në rastet më të këqija të paktën diagnostikimi i hershëm. Cilat janë metoda diagnostikuese të sëmundjeve të zemrës, të cilat si fillim i rekomandohet i pacientit? Përderisa deri tash patëm informacione që tingëllonin dramatike, kemi një lajm të mirë që shumica e sëmundjeve kardiovaskulare janë të parandalueshme, e shumë prej tyre janë të trajtueshme me sukses. Na në qendrën klinike universitare kemi të gjitha mundësitë për trajtimin, diagnostifikimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Tu fillu nga një vizitë thjesht të një kardiolog, të dhënat anamnestike për historinë e sëmundjes, për simptomet që ka pacienti, janë shumë të rëndësishme. Pastaj nga metodat jo invazive që na ato që realizohen ma lehtë, një EKG, një eho e zemrës, janë shumë të rëndësishme dhe një standard i lartë për diagnozën e sëmundjeve të zemrës e deri te format më të avancuara që janë koronarografia, CT-a e deri tek rezonanca e zemrës që po shpresoj që shumë shpejt ka me fillu realizu edhe në qendrën klinike universitare, po shumë është e rëndësishme edhe biokimia, laboratori, profili lipidik, niveli i yndyrnave në gjak, niveli i glikemisë. Të gjitha këto janë tregues të rëndësishëm edhe na japin një mundësi për mi identifiku faktorët e rrezikut. Shumë e rëndësishme është mu identifiku faktorët e rrezikut.